Mi ndru 100 gjallë qarapa, dikush nuk e ka ndru për 14 vjetë sa i ka. E mi po 100 gjallë shtëpie për 3 vjetë, vallaj, është e pamundur. Mendimin e kërkuj tiq, absolut, kur fa aksioner nuk ka këtu, për pos Allahut dhe unë, pa diaspor, nuk ka jetë këtu. Një Zvicran i ka dek baba, se kam qenë shef 6 vjetë, mas 2 ore ka orë punë. Te na, jo ka dek ky, një punëtor i ka dek 6 herë halla, derisa shkova dhe unë në spital me pasë shtu shpirti ma prumi. Te une ka dek, as ka dek, kush ka dek, une kur them punë. Këtu, përmes Afrim Borovcit, ka edhe Christian Dior që ka ble, domethënë një drejtoria prej Kanadës, Amerikës ka ble edhe domethënë lagjën tonë. Na pretendojmë që si vjet me hapë edhe restorani në ambientin e hapur, edhe domethënë ka edhe për fëmija lojra ka t'i parë, tani ka edhe një 14 dhoma që do t'jenë hoteli. Po, edhe sigurisht edhe dyqani i lagjës. Pra pritet do të jetë mirëmbajtja, domethënë mirëmbajtja do të ketë një kosto vjetore për ujë, për gjitha, edhe do të jetë me mirëmbajtje me këtë, do të jetë lagja private, hymje dalë, nuk do të kemi mundësi për me çdo kush. Kjo. Pra është një timi qartë në 130 metra mbi detar, gërshër sipas informata që kam, gërshërtohen 13 rryma të ajrit, edhe është shumë mirë për leukemi, për sheqer, për gjitha smundje që ka njerëzimi. Po. Edhe unë vetë vetiu. Pritet me o përfundu në fund të vitit. Nuk besoj që të zgjatë. Punime do të ketë edhe 5 vjetë, por nuk besoj që do të ketë punime shumë domethënë ato që unë me liru shtëpia nuk do të kalon dhjetorin, nuk e besoj. Po se jemi të punu afro 50 deri 100 punëtorë tani. Tani vetëm kemi laminat, dyrt, me këto jemi të marrë mas shumëti edhe përgatitjen e bashkëve, gjelbrimin edhe fidane si i thash pak më parë. Okej, laminat një mesazh për fond për krejt ata që dojnë me rriti çka sigurojnë jetë dhe unë vetëm te ne në Rahovec, në një fshat Zatriç, i cili është mbi detar 1500 metra mbi detar, edhe aty ka dalë këtë mermer. Edhe janë mbi 300 persona kinezë që kanë mbledhur shtëpia, ama sa e respektojmë na. Sepse ekonomia është rritur në komunën tonë 3 deri 7%. Edhe ne i mbajmë si me qenë kushdo, domethënë i mbajmë me shumë respekt. Unë e lusë të gjithë ata, kushdo që investon në Kosovë, në çfarë do treba, respektoni ata, sepse investimi ta bjen që ekonomia edhe ata të papunësuarit për më punu. A kupton, mos i shani, mos i fyni. Sepse tani, a jam i keq apo i mirë unë nuk e di, mi ndru 100 gjallë qarapa, dikush nuk e ka ndru për 14 vjetë sa i ka. E mi po 100 gjallë shtëpie për 3 vjetë, vallaj, është e pamundur. Mendimin e kërkuj tiq, absolut, kur fa aksioner nuk ka këtu, për pos Allahut dhe unë, kërkush iq. Unë e lusë ta duheni Kosovën, ta duheni kombin tënë, ta duheni besimin e juaj, ta respektoni familjen, ta respektoni sidomos diasporën, se pa diasporë nuk ka jetë këtu, nuk ka, sepse ushqimi, antibiotik, apo është më i madh është i diasporës. Prandaj diaspora investon e mos i neglizhoni, sidomos ta punëtorë që punojnë, me mësi po presin me ardh diaspora derisa ja marrin parë, ja fshin parë tani, nuk i vinë, ai shkreti vjen këtu verës për me shku darsma, jo andek ne, i lëm punëtorit me punu, ai derisa ja merr parë, mas në ditë jo më ka dek, po shazotën, një Zvicran i ka dek baba, se kam qenë shef 6 vjetë, i ka dek baba mas 2 ore ka orë punë. Te na, jo ka dek ky, një punëtor i ka dek 6 herë halla, derisa shkova dhe unë në spital me pasë shtu shpirti ma prumi. Te une ka dek, as ka dek, kush ka dek, unë kur them punë. Unë vllahun tim, që e du mas shumë ti, a ka dikush që e du mas shumë se vllahun tim, po kur s'ka qenë serios punë e kom largu për punës. Sepse puna është farz. Më thëmë, nëse ti nuk e respekton punën dhe shtëpinë tënde, edhe pragun tonë nuk ka kush që ta respekton tjetër kush. Një shtëpinë ta bën, njeriu edhe sa e ka vështirësi. Lere ti me bën 130 shtëpia. Unë e kam arrit deri 7.000 euro me bo are. Prej 100 euro që ka qenë are. Mos më konë muzika për zotin, është problem shumë. Ka kliente që me 5.000 euro ja kom liru shtëpinë, a ka bërë shumën e madhe. Sa është vlera e një shtëpie nëse është krejt fillim të lagjës edhe sa janë ato lartë? 120.000 një shtëpi. Do më thonë, të regona pak sa ka qenë çmimi i tokës kur e ke marrë fillim edhe tash sa mundet me qenë vlera e tij? Unë e falenderoj shumë Zotin, sepse vetëm ati i bi sejdë, edhe do më thënë jam praktikues i fesë islame,
Edhe falenderoj shumë Zotit, edhe që shumica e tyre nuk ma din vlerën time, domethënë këta këtushit, ndoshta nuk ma din, thojza them, po këtu une s'ka kërkush tjetër. Une e kam arrit deri 7.000 euro me bo ari. Domethënë prej 7.000 euro prej ari. 100 euro që ka qenë ari. Unë kërkush tjetër. Këtu s'ka pas kur gjë para se me anisë une domethënë shumë paka shumë. Si ku gjesi, po të Katar, që ka lutë Katar, domethënë, a kupton? Domethënë ka lutë kur një kur çois ka pas tu shumë pak investim ka qenë, unë jam ai me ndihmën e Zotit dhe ja kum nis prej 300 euro, 400 euro, maksimum ka qenë 1.000 euro ari. Unë e kam arritur ta bëj deri 7.000 euro ari. Domethënë prej 300 deri Po, unë s'ka më me shit, unë s'po shesin tokë, ata që po shesin tash. Tash, a ma din vlerën, nuk kanë nevojë me ma dit, edhe që e shoh do njerë edhe shajnë fyrë, s'ka lidhje, po Zoti ma din Si vlerën. përballon ti fyrjet edhe krejt ato që vinë Po, parashit e unë lut na Zotit i falë Zotit, sepse ata nuk e din sa po eki unë, e sa jam tu ek, domethënë ditë e natë. Kur me një intervistë kam thënë nuk flej ma shumë se 3-4 orë, shumë kanë përqesh. Po në të rinë një javë me mu, e shohin që vetëm një herë javë flej unë ma shumë. S'ka gjatë javës as 3 orë s'flej, 3-4 orë qatë që ma shumë jo. Domethënë, e mbushi baterijet e mia vetëm një herë javë, tamam flej pi 20 orë. Kështu që gjatë javës se nuk kam, nëse nuk je vetë një shtëpi njeriu nëse e bën, e ka vazhdo, nuk ka problem. Një shtëpi në ta bën, njeriu edhe sa e ka vështërsi. Ledre ti me bën 130 shtëpia. Është e pamund ose nëse bën 150 shtëpia, disa vështërsi është. Vetëm tash unë i kam brenda ditës, i kam kërkesa për dasma, bit 20-30 veta më thrasin. Plus edhe mi është ranion 100 veta, edhe është e pamundur. Domethënë është vetëm psikologjia ime aftë dhe besimin e Zotit dhe lutem gjithmonë Zotit më jep durimin, sepse dikush splodon, domethënë kalon. Apo të ndihmon sa do pak pjesa e artistit në këtë lami? Shumë. Mos më kon muzika për Zotin, është problem shumë, sepse ka klientë që me 5.000 euro ja kum liru shtëpinë, a ka bërë shumën e madhe. Edhe pres edhe unë. Do të thënë sa është vlera e një shtëpie nëse është krejt fillim të lagjës edhe sa janë ato lart. Tani për shembull se bisedoj tash ka dikush që ka ble edhe për me bë biznis, tani unë do t'i aprish edhe biznesin e tyre. Unë e kam shit shumë lirë. Fillim sepse ka qenë edhe materiale i lirë. Para luftës Ukrainës ka qenë gjithçka lirë. Pas asaj është shrejtu shumë, unë kam pas një fat shumë të mirë që e kam bë punimet e vrazhda, 90% e kam kry para luftës Ukrainës. Edhe kjo më ka ndihmu shumë. Pas saj është problem të arrish ta bësh një shtëpi me një çmimore të cilën unë me atë shtëpi që e kam shit. Po, unë e kam shit, tash ata që kanë ble ka 10 shtëpi, ka 5 shtëpi, do të kenë fatin me shit me një shumë marames. Po sa mundet me qenë dallim mes atyre krejt fillim tash unë ta them sa peshesin këta. Këta që peshesin, domethënë për shembull Bekim Borovci. Sa për shembull? Bekim Borovci ka dhe bankën e vet, domethënë ai e shet 120.000 një shtëpi. Ai, edhe afrim Borovci ka baronin lokal. Ai e shet një shtëpi 100 metra katrore me 2 are gjys. Ne jemi pranë legalizimit, jemi të qartë. Domethënë e kena legalizu rrymën, pranim teknik. E kena, domethënë, ai e ka ble shumë lirë për meje, por tash ai nuk e shet në 120.000. Ç'kjo është? E flas një shtëpi 100 metra katrore, 3 lloma, një sallon, një bajno, edhe 2 are gjys ose 250 metra katrore.